Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kanë Allahut azza wa jalla, te falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, selavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanët që kanë pasuar pasojnë ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu po jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut që i kam mbledh dhe jemi tek hadithi i Ibn Umerit radhiyallahu anhu. Hadith të cilën e kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi, Imam Buhariu dhe Muslimi, dhe Ibn Umeri radhiyallahu anhuma tha se ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah." Unë jam urdhëruar që të luftoj me njerëzit derisa ata të thojnë la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. S'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall, dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij. Wa yuqimu s-salat, dhe sot ta folin namazin, wa yu'tu z-zakat, dhe sot ta dhajnë zakatin. Fa idha fa'alu dhalika, ana sakta bojnë këto, ato inshallah ne folin namazin, dhajnë zakatin, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam. Atëherë i mbrohet nga ne gjaku, pasuria e tij, gjaku i tij, veç nëse bëhen ndaj përjashtim për hak të Islamit, wa hisabuhum ala Allah, dhe llogaria e tyre është tek Allahu azza wa jall. Dhe tham që hadithin e kanë nxjerrë Imam Buhariu Muslimi, po transmetuesi është Ibn Umeri. Dhe herën e kaluam i përmendëm disa gjëra, se tham e kanë bërë si rregull me folën diçka për transmetuesin e hadithit. E herën e kaluar diçka folën për transmetuesin e hadithit, e ai është Ibn Umeri. Ibn Umeri, ky Abdullah Ibn Umeri, edhe pak sene po i përmendëm. Edhe pak sene ti përmend të Abdullah ibn Umerit, për shkak se ja vlen mund njoftë sado pak historiku i shokëve të pejgamberit. Se janë njerëzit më të mirë që kanë shkel në tokë pas pejgamberëve, janë shokë të pejgamberit. Janë shokë të pejgamberit. E për këta njerëzit më të mirë ja vlen me njoftë na diçka, edhe kërkohet prej neve me njoftë për ta diçka që dim sot pak në historik të shkurt të tyre, se përveç qirave, thash janë njerëzit më të mirë, këto ka thonë vetë pejgamberi, ka thonë khairul quruni qarni, gjeneratat ose shekujt më të mirë, gjenerata më e mira është gjenerata ime, pra shokët e pejgamberit. Thumma alladhina yalunhum, e pastaj ata që vijnë pas janë tabiinët, thumma alladhina yalunhum, e pastaj ata që vijnë pas janë tabiinët, gjenerata e tretë. Është një transmetim që ka thonë e thumma alladhina yalunhum, gjenerata e katërt, ka pak fjalë në zinxhir këtë transmetim. Ndërsa 3 gjeneratat e para, të katërt janë njerëzit më të mirë. Po në mesin atyre 3 apo të katra, nishi është kusht pas pejgamberëve, shokët e pejgamberit. E na diçka do të më ditë për këta shokët e pejgamberit. Edhe mja ditë çfarë vlere kanë, mja ditë sa do të jetë, çfarë kujdesi do të kemi na ndaj tyre dhe emrave të tyre dhe pozitës së tyre. Jo veç kaq, Allah azza wa jalla ka thonë: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Nëse njerëzit që vinë pas ose njerëzit besojnë që keni besuar ju sahabët, janë në rrugën e drejtë. Por shta, do në me ditë a jenë rrugën e drejtë në besim aja, Gjafar, do me ditë a jenë rrugën e drejtë, këshëra e ki besimin që kanë që sahabit për cëtë nga po flasë me kapak. E ki si tyne, okej, mirë është. Se ki, atër biri pas vetës tonde. E Ibn Umeri kë, djali Umerit, Abdullah Ibn Umeri, djali Umerit, pra kishte babën Gjenetli. Babën e kishte Gjenetli. Dhe patlin 1-2 vjet pasi që nisi shpallja. Patlin 2 vjet pasi që nisi shpallja, i zbriti pejgamberit e selam, shpallja ku është në shpellën Hira. Atë 1-2 vjet pas kësajna lindi transmetuesi këtij hadithi për Abdullah ibn Umeri. Më njoft se në ditët e sotme për shembull, shumë të rinj nëse i thuti, hajtë thomi emrat e lojtarëve të filan ekipit, mendoj që është në gjendje mi t'i thonë emrat e lojtarëve të ekipeve të ndryshme, nështë jo është një ekipit, po disa ekipeve bën vakia t'i thëtë edhe ata që janë rezervë. Edhe ata që emrat e atyre që janë rezervë. Po me bëmi thonë, hajtë përshkru ma pak historikun e tyre. Ja nisme ta përshkru historikun e
Unë si javdivi si jam, është që të uni për tjere, për shumë që ati s'po dua sa më më përmend, se si javlejnë këtë më përmend, por një filan lojtari dim ja kallzu emrin e tij, ku ka lind, sa vjeçar është, edhe sot den penzi, ai se këta den po del kanë më herë, ku di. edhe sot den penzi sot mi ka ja den historikun. Me thon, hajt fal në një 7-8 fjalë veç për Ebu Bekrin. Njeriu e parë që hyn xhenet pas pejgamberit ose pas pejgamberëve. Hajt fal në 2-3 fjalë për Ebu Bekrin. Nuk i din. Kush është Ebu Bekri? Nuk e ka iden. Ka qenë më i ri apo më i vjetër se pejgamberi sa? Nuk e din. Ka qenë dhëndër apo mik i pejgamberit? Se din. Sa në elementare kur flet për Ebu Bekrin një më të mirë? Ai nisi. Një më të mirë domethënë nuk din. Ndërsa për lejtar din. Kjo është gabimi që bën. Për shkak na peshojmë ka pak tërësisht me fol për ta sahabi. Herë na kaluam i param disa gjona për Abdullah ibn Umerin, transmetuesin e këtij hadithi, thash që baba i tij ishte njeri xhenetli. Abdullah ky nëse e këshyr ky sahabi në shkencën e hadithit muhaddith. Haditholog. Në shkencën e Kur'anit mufassir, tefsirolog. Nëse këshyr në aspektin e me dhon fetva, ishte nishi. Me dhon fetva? Në fe. Por në çdo aspekt kishte me gjithë. Por nëse këshyra në aspektin e luftës, ishte komandant. Por çka ta këshyrsh, ishte Abdullah ibn Umeri. Pastaj, por thashën një 2 vjet pasi që ja nisi shpallja, 2 vjet pasi që ja nisi shpallja lindi kë. Kur e lufta e Bedrit, lufta që nifet në histori si lufta e parë, lufta e Bedrit e madhja. Si ja nisi lufta e Bedrit, Abdullahi nuk mujti me marr pjesë në luftë. A dini pse? Nuk mujti me marr pjesë për shkak se ishte i ri. I kishte veç 13 vjetash. S'kishte më shumë. Edhe pejgamberi se pranoi. Po pas Bedrit e lufta e Uhudit. Lufta e dytë që nifet e madhe në histori islame. Deshte me marr pjesë. I boni 14 vjet. Se të na 14 vjet i nuk dhe mirë emni me shkru, shumë plot njerëz, plot 3, emni s'dhe me ta shumë mirë. Pak me po një pull të e prej, a Livanosët. Një pull të e prej. A ishte 14 vjet insistoi që me shku veç me shku në luftë. Luftën e Uhudit. Mirë po pejgamberi se pranoi, jo, je i ri. Spanojna. E lufta e Khendekut, lufta që e hapën atë kanalin e madh, që mes me hi mushtrikunit i dujtarët që u banë në grupe ketë për më hi, që atëherë tha, që tasht unë e këmë bo, do më thonë, 15 vjetë, unë më në këshaj pej. Bëllë do sprova, petë pejgamberi hajtë qymi, edhe e murë. Pas me u gëzu që morën Abdullah ibn Umerin luftën e Hendekut, kur i boni 15 vite. Kur ta këshësh në aspektin e luftrave, në aspektin e luftave, ai përveç luftës Hendekut, mor pjesë edhe në Ghazwat al-Mu'ta, i thonë, luftë tjetër. Ka marr pjesë edhe në çlirimin e Mekës. Kur ka çliruar Mekën pejgamberi alayhis salam, edhe atë mori pjesë. I ri ke gati tash, Abdullah ibn Umeri, çlirimin e Mekës, në çlirimin e Shamit, Siris. Ato ishte Abdullah ibn Umeri, transmetuesi i hadithit, që na kanë më fol për to. Hale. Kur u shliru Iraki edhe Persia, Abdullah ibn Umeri ato të mor pjesë. Pastaj kur u shliru Egjipti, Abdullah ibn Umeri ishte me ta. Pastaj Afrika, kur u shliru ishte Abdullah ibn Umeri në luftë. Pra e vrejni, ndashtoj muhaddith në shkencën e hadithit, nishi, ndashtoj mufassir në shkencën e Kuranit, nishi, ndashtoj për me dhon fetva, po ndashtoj komandanti nishi apet. Luftetar apet ishte nishi, ku ta këshirë Abdullah ibn Umerin ishte. Ndërsa, pasi që vdiq pejgamberi alayhis salam, erdhe Abu Bekri si udhëheqës i muslimanëve, tërthurazi e kalon pejgamberi si me udhëheq shtetin islam, vdiq Abu Bekri,
Erdhë Omeri udhëheqi për një 10 vite e 6 muaj. Erdhë Uthmani. Uthmani udhëheqi për një 12 vite, më shumë se Omeri pak, edhe për një vjet e gjys. Vdeq Uthmani. Po si vdeq Uthmani, e mbytën disa njerëz që ishin lart të vërtetës, e mbytën Uthmanin radhiyallahu anhu. E kur mbytën Uthmanin, ndodhi një farfet në atëherë, një spruv, një telashe, qysh e mbytën. Ky mori vendim që atëherë, sa ishte koha për me luftu, a luftante. Ndërsa erdhi që atëherë spruv e madhe, u mbyt Uthmani radhiyallahu anhu, njeri për me xhenet ishte Uthmani. Atëherë tha unë, për i qitashtë, tha Ibn Omeri, unë mos luftoj. S'luftoj në mes, çka ka luftë që i bëhet mes dy muslimanëve, thonë mos luftoj. Se ndodhen ka pak ato të trazira. Thonë mos luftoj. U boni i'tizali, thonë u largu. Mi po edhe në kohën e Uthmanit, Uthmani e di se çfarë kapaciteti ka transmetuesi këtij hadithit, Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit. Edhe i tha, apo bëhesh ta gjykac. Banu tha gjykac. Aliu i tha diqysh, po ta dhom udhëheqjen e Shamit, Sirisë, këtë aty e vendeve të Shamit, se Shami më gjanë se Siria. Tha po të bona udhëheqës. Ndërsa Ebu Musa al-Ash'ariu kur ndodhi ajo marrëveshja mes Aliut radhiyallahu anhu edhe Muawijes, kur ndodhi marrëveshja tha po të bojnë aty më na qit në dizen këtë çështje, si udhëheqës. Asnjë prej këtyre nuk i pranoi më. Ja thonë nuk hi lartë, do të qenë i largë këtyre sanave më. Nëse e këshirë për shembull Abdullah ibn Omeri këto, për sadakon e tij flitet nashta shumë. Bili ka qenë aq shumë sadaka dhënës, ka dhënë sadok. Edhe ako interesanti ka dhënë sene sadok, sene çka i pëlqejnë. Sene çka i pëlqejnë. I ka rastis për shembull sheqeri, nëse ka pas pak, se më pak ka pas, i ka pëlqy, nëse ka ardhur dikush e ka dhënë që thonë çka i pëlqen. Ka posë raste, ka posë rëb, se tani që të lufta, ka posë rëb, që ja kanë dhuru e sene, kështu. Rëbt, kër e morën vesh që kjo senet e bukra që ka i pëlqenë, i liran, i jep, sadak e sene, u veshin mirë. Me dëmantila, dhe sene si dishin që po i vjen zotëria i tyne, Ibn Omeri kë, kur dishin që po i vjen, u veshin mirë, u peglaçin, si shik Ibn Omeri i pëlqejge. Thike ti e sadak, po të liraj, sadak. Me liru një rëba ka e madhe shumë. Veç pse i pëlqejke. Vike herën tjetër, vike rubi tjetër. E sheke që po vjen zotëria e tij Ibn Omeri kë, u veshke mirë peglatke, u parfemoske, e sheke si pëlqejke Ibn Omeri, thike ti mirë, ty po të dëshami, atë ti je i liruar. Sene çka i dëjke i jepke sadok për hir të Allahut. Derisa beli një herë i than, o Ibn Omer, janë kat mashtrojnë. Se këtavit e kanë marrë vesh të sene çka po të pëlqejnë, pi jep sadok dhe pi liran e sene, mos u mashtro. Ja tha, më neshin që Ibn Omeri në mashtrojnë. Ja, ta kur është për punë të Allahu, ta let mashtrohemi. Ka rastis, me një nejën, ku të nejë, të lafë të bo për feje sene, po tani bëri pare kë, ka dhonë atë shumë sadok, sa që neve të kuhës të ullvish me nga përmenat në rënqetën e kimet e flekve, edhe a i ka dhonë 300.000 dinar, ta së në kuhë vish me në një nejë. Veç është përmen, se ti shka po ko nevoj për një disen, 300.000 dinar, e që nashta tash i bjen me nashta milion, a i ka dhonë me një herë sadok. Dërsa sëtë, i bën një erë sadok, ko që hek dhe ta jep. Ndërsa, kë sahabi, nëse këshyme se sa ka transmitu hadithe, i ka transmitu që ja kanë mbledh. Kë ka ditë shumë, po që ja kanë mbledh 2630 hadithe që i kanë zirë kë sahabi, ndërsa ka vdek në vitin 73 apo 74 hijri, që i ka pos një 84 vite ose 86 vite. Ka që ka jetu, 84-86, dhe është sahabiu i fundit që ka vdekur në Mekë. Në teritorin e Mekës, pas këti mos pat sahabi, edhe në tabenet. Kështë disa fjallë për këtë sahabi, e inshallah në herën tjetër, edhe pak fjallë për hadithin, sa halës kemi himi në hadith, e tani me do në hadithin tjetër të 9 më radhë, kullu kauli hadha, astaghfirullaha li wa lakum.